Ky është zëri. Padorashka ka kontaktuar me policinë e shtetit për një rast që prej vitesh ka mbetur pa përgjigje dhe për këtë ka marrë një reagim zyrtar i cili e ka bërë edhe më të paqartë këtë histori. Ditën e sotme do të rikthejmë në fokus historinë e 3 të rinjve të zhdukur nga Durrësi, për të cilët prej 6 vitesh nuk ka asnjë lajm. Për të kuptuar më tepër detaje rreth kësaj historie, ndiqni këtë klip. He dreamed about accident to go to Paris to Italy, like all the young people. That's why they go to Turkey, and from Turkey to go to Albania. They take a hotel there for 4 days, but they stayed only 3 days. The 4th day, that means in 28, 29, 30 May. We after that we don't have any information about them. We are not sure if they went away to Italy or to Albania, but I don't think so, because if they went to Italy, they certainly informed. He certainly informed his mother. He has one friend, one Tunisian friend, Ayman Feriani. He's in the same city in Tunisia. The other people, they know them there. The Iraqi people, they know them there in Albania. You have sent official requests to authorities. Have the Albanian police give you any official reports? No, not good. Please. The safe and his friend, they're very good people. If they are in detention, please send us information to be assured that they are in life. Please say the thing. If you are in life, if you are in Albania, or if you are everywhere, please send a signal or information, little certain, to tell us that you are in life. Historia e Sefedin Thaljes nisi historia e shumë të rinjve që largohen nga vendi i tyre me shpresën për një jetë më të mirë. Ai ishte një djalë i ri, i qetë dhe i lidhur fort me familjen, që sipas të afërmve kishte ëndra të thjeshta, të punonte, të ndërtonte diçka për veten dhe të ndihmonte njerëzit e tij. Në një moment, ai vendosi të largohej pa bërë shumë zhurmë, siç ndodh shpesh me të rinj që kërkojnë një mundësi jashtë vendit të tyre. Rruga e çoi fillimisht në Turqi, një nga pikat më të zakonshme tranziti për shumë emigrantë. Nga aty, sipas të dhënave që familjarët kanë arritur të mbledhin ndër vite, ai u nis drejt Shqipërisë duke mbërritur në Durrës së bashku me disa persona të tjerë. Ishte fundi i muajit maj dhe gjithçka dukej normale, nuk kishte asnjë sinjal që diçka e pazakontë mund të ndodhte. 3 personat prenotuan një dhomë hoteli dhe për disa ditë qëndrimi i tyre nuk ngjalli asnjë dyshim. Një lëvizje e zakonshme, një ndalesë e përkohshme në një rrugtim më të gjatë, por pikërisht këtu historia merr një kthes që edhe sot mbetet e pashpjegueshme. Edhe pse qëndrimi ishte paguar për disa net, ato u larguan më herët nga hoteli, nuk dihet saktësisht pse. Dhe që nga data 30 maj e vitit 2020, çdo gjurmë humbi. Nuk ka patur më telefonata me familjarët, as mesazhe dhe as një komunikim. Një nga elementët që e bën këtë histori edhe më të rëndë është fakti se nuk ekziston asnjë informacion i saktë për atë që ndodhi pas largimit nga hoteli, nuk ka dëshmi të qarta, nuk ka asnjë pistë konkrete dhe nuk ka asnjë drejtim ku mund të përqendrohen kërkimet. Pikërisht për këtë arsye, familja vendosi të flasë publikisht me shpresën se diku mund të ditë diçka. Pas publikimit të kësaj historie dhe apelit të familjarëve, redaksia jon vendosi të kontaktojë autoritetet shqiptare për të marrë një përgjigje zyrtare nëse ka një informacion konkret mbi këtë rast, dhe përgjigjja që morëm ishte kjo. Sipas autoriteteve, pas verifikimeve në sistemet kombëtare dhe ndërkombëtare, nuk rezulton asnjë dhënë për Saif Thaljen. Ai nuk figuron në Interpol, nuk ka urdhër kërkimi ndërkombëtar dhe nuk ka të dhëna as në sistemet kufitare apo të migracionit. Për familjen kjo nuk është thjesht një histori, është një pritje që zgjat prej 6 vitesh, një nënë që jeton çdo ditë me të njëjtën pyetje, nëse djali i saj është gjallë.
Historia e Saif Thaljës mbetet ende e hapur, ndërsa familjarët vazhdojnë të kërkojnë një përgjigje apo një informacion sado të vogël, sepse ndonjëherë edhe një detaj i vogël mund të ndryshojë gjithçka. Nëse keni një informacion apo doni të ndani një histori me ne, na shkruani në format tona të kontaktit si më poshtë, ndërsa për lajmet më të fundit na ndiqni në padorashka.com. Ky është zërim.